Policia e Shkodrës ka kryer arrestime dhe ka nisur procedime penale për disa shtetas, në kuadër të kontrolleve dhe hetimeve të kryera nga strukturat vendore. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin LN 42 vjeç banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë specialistët e sektorit për hetimin e trafiqeve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin AS 36 vjeç banues në Shkodër për veprën penale trafikimi mjeteve motorike. Sipas policisë, automjeti që ai posedonte rezultoi se ishte i vjedhur në Slovaki dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Po ashtu specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër nisin procedimin penal për shtetasit AF 48 vjeç për kryerje punime ndërtimi pa leje, si dhe OH 26 vjeç për parkim të gabuar të automjetit në lagjen Vasil Shanto, duke penguar qarkullimin normal të mjeteve të tjera. Nga ana tjetër, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos referuan materiale në prokurori për shtetasin ND 68 vjeç banues në fshatin Stajk, i cili dyshohet se ka prerë 79 rënj fidan ulliri në pronësi të një shtetasi tjetër. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.